Mbeturinat në afërsi të qendrës së banimit të komunitetit rom në lagjen Skënderbeg nuk kanë nevojë për shumë koment, pasi pamjet flasin qartë për situatën e rëndë që është krijuar në këtë pikë. Bëhet fjalë për një ndotje të shqetësuese e cila kërcënon drejt për drejt shëndetin e banorëve. Siç tregojnë edhe filmimet, mbeturinat po frekuentohen nga disa krerë që mund t'u përkasin familjeve që jetojnë në afërsi. Banorët e cilësojnë të papranueshme lënien e mbeturinave në këtë gjendje, duke kujtuar bashkisë detyrimet e saj. Për mbeturinat, o defekti bashkisë, ata do të në mos jena më në bashkisë të Shkodrës. Ata kanë këtë, do të thonë, përgjigjen vetë për këtë punë, është sa intereso kush, as për mbeturina, as për asnjë gjë, do të thonë. Jena jashtë këtë që nuk merret kush me ne. Unë kam përgjigjë bashkisë me taksa, me tana, as si llojnim, as pas të gjatë, kush nuk vjen me bankë, me tana. Problemet janë bashkisë, është që janë tonë, na kanë kërkuar, fakt, kanë probleme dhe për ujë të pishëm. Ka 20 e sa vjetë që i banoj këtu dhe nuk ka interesu kush për ne, me tana, as për ujë, as për... Me tana kanë me të mrapa, komplet si lazës, jena ankuë të ujësirë, si të tana, sa shmarë kush me ndeja, kuptan. Banorët theksojnë nevojën që bashkia të tregojë më shumë interes për problemet e zonave periferike të qytetit, të njohura ndryshe si zona informale. Në rastin konkret, përtej lagjes tradicionale Skënderbeg, shtrihet zona informale e banuar gjatë 3 dekadave të fundit deri në brigjet e lumit Kir. Banorët e këtyre zonave përballen me vështirësi të shumta, kryesisht për shkak të mungesës së infrastrukturës dhe shërbimeve të tjera publike.